Namazin e akşamit do ta folin në xhamin e Glarevës, po edhe për këtë bon shkak lën drejt Ganiçi. Xhamia që është isin të rinovu, po edhe këta të kanë të rinovu. E për skajnë xhamiës në Glarevë, janë edhe dëshmorë të kombit këtu. Ta dëshmorët. Tash ka u ktheja për lindritit, kësë me do të falin, ku që i falin, se të konë të rinovu xhamia. Xhamia e Glarevës. Xhamia e Glarevës.